Shkruan Gjergj Zefi, në rinin time të hershme, librat e tij ishin e vetmja dritë në fund të tunelit. Jo si ngushëllim, por si provë se mendimi i lirë mund të ekzistojë edhe kur liria mungon. Në një botë të mbyllur ai hapi një hapësirë të brendshme. Aty pushteti humbiste për masat mitike, frika bëhej e lexueshme. Absurdi merrte emër. Kjo mjaftonte për të mbjetuar mendërisht. Në një galaktikë errësire, Kadare ishte i vetmi yll, i vetmi orientim, i vetmi vend ku mendimi mund të merrte frym pa leje. Ai nuk më mësoi vetëm të lexoj letërsi, ai më mësoi të imagjinoj lirinë kur liria nuk ekzistonte. Kadare nuk predikoi revolt të drejtë për drejtë. Ai ndërtoi një univers paralel ku frika zbulohej, pushtetit shmitizohej dhe tirania zbërthehej me gjuhë, simbol dhe ironi. Ai e bëri këtë në mënyrën më të rrezikshme për çdo regjim, duke menduar. Në fëmijërinë dhe rinin time të parë unë nuk besoja te ideologjit, nuk besoja te pupacët e pushtetit. Kadare ishte i vetmi zot që besoja. Ai nuk kërkonte adhurim, më tregonte se njeriu mund të mbetet i lirë edhe kur çdo gjë përreth është e burgosur. Nga ai mësova se liria nuk fillon nga rruga, fillon nga fjalia, nga metafora, nga refuzimi për të pranuar absurditetin si normalitet. Kadare më dha një imazh të qartë të intelektualit, jo si një qenie që flet me zë të lartë, por si mendje që reziston gjatë. Sot kur Shqipëria jeton një tjetër formë errësire, më të sofistikuar dhe më cinike, Kadare mbetet po aq i domosdoshëm, jo si monument, por si busull, jo si ikon, por si ndërgjegje. Ai na mëson se kombet nuk mbijetojnë vetëm me bukë dhe pushtet. Ato mbijetojnë me gjuhë, kujtesë dhe dinjitet. Dhe se shkrimtari në kohë të errta nuk e ka luksin të jetë neutral. Në këtë ditë përvjetori unë nuk e kujtoj Kadaren me nostalgji. E kujtoj me mirënjohje, sepse pa librat e tij shumë prej nesh do të kishin mbijetuar fizikisht, por do të ishin thyer mendërisht. Kadare nuk na dha përgjigje të gatshme, na dha guximin të mendojmë, dhe kjo ishte forma më e pastër e lirisë që mund të na jepej. Ismail Kadaren nuk e takova kurrë, jo se nuk pata mundësi ta takoj, por sepse nuk doja ta ngatërroja gjeniun me njeriun. Disa emblema ka nevojë të mbeten në distancë, jo nga frika, por nga respekti. Doja ta ruaja Kadaren ashtu siç më kishte ardhur përmes librave, të pastër nga rrethanat, nga dobësit njerëzore, nga banaliteti i së përditshmes. Për mua ishte një mendje, jo një mik. Një ide, jo një përvojë sociale. Dhe ndoshta kjo distancë ishte mënyra ime për ta mbrojtur atë që ai kishte ndërtuar brenda meje. Për këtë arsye për mua, ai nuk ishte thjesht shkrimtar, ishte ideja ime për lirinë.